Arrogancë apo vetbesim tek Mbappé, temë tepër e diskutueshme kjo. Kemi parasysh se është një lojtar i cili ka cilësi të jashtëzakonshme dhe po ashtu ka edhe një ego të madhe, sepse jo më kot është në ato nivele, sepse një lojtar që nuk ka ego patjetër që nuk bën përpara aq shumë. Unë mendoj se janë të dyja të lidhura, por andaj më tepër ke pjesa e egos të fortë, pasi dhe e vetbesimit, pasi kemi parasysh një lojtar që ka vetbesim duket edhe në pamje të parë, le të themi edhe arrogant, por është e kundërta, le të themi kemi edhe lojtar që ka pasur histori, le të themi Samuel Eto'o, Zlatan Ibrahimovic, të cilët kanë qenë lojtarë, të cilët kanë pas, le të themi, një vetbesim mbase deri diku të tepruar, por ky vetbesim realisht i ka çuar dhe në ato nivele, kështu që unë mendoj se Mbappé është një lojtar që për cilësitë ja vlen flasësh mbase ditë e natë dhe nuk rresh duke i gjetur cilësi të mira pozitive. Pa diskutim që ai ka dhe cilësi që nuk trajnerëve të caktuar nuk është se i duan, le të themi, siç janë cilësitë defensive për të cilën ai po punon, por gjithashtu është hapa mbrapa, le të themi, me sulmues të tjerë aktualisht.